Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me emisionin On Time në televizionin Koha. Përveç se në frekuencat televizive, këtë emision gjithashtu mund ta ndiqni në kanalin ton zyrtar dhe në Facebook pra dhe në YouTube. Sonte me ne në studio është i ftuar kandidati i Vlenit për komunën e Gostivarit, zotri Nevzat Beta. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Zotri Beta, fillimisht do kisha dashur t'ju pyes çfarë ju shtyu që të kandidoni përsëri për komunën e Gostivarit. Po, nuk ka qenë dëshirë e jemja, por ka qenë dëshirë e shumicës së qytetarëve të Gostivarit. Se ato çdo ditë e shikojnë se si shkatrohet qyteti edhe si vjedhet arka e buxhetit të komunës së Gostivarit. Pas shumë bisedave me bashkëqytetarët e mi, edhe pas shumë analizave, erdha në përfundim se secili qytetar ka përgjegjësi të madhe për qytetin e vet. Edhe unë si qytetar, edhe person me përvojë që atë përvojë më kanë dhënë qytetarët, nuk mund të shinja se hir e të shoh se si shkatrohet dhe si vjedhet arka e buxhetit të komunës së Gostivarit, dhe erdhëm në përfundim se duhet ta marr këtë përgjegjësi për të mirën e qytetit të Gostivarit. Pastaj kërkova mbështetjen e koalicionit Vlen, kërkova mbështetjen e gjithëve partive politike, jo për mua, po për të mirën e qytetit të Gostivarit. Pasi fitova mbështetjen nga koalicioni Vlen edhe gjithëve partive politike në qytetin e Gostivarit dhe qytetarëve, e vendosa që të jem kandidat për kryetar komune për qytetin e Gostivarit, për të mirën e qytetit Gostivarit. Me që jemi këtu, e përmendet vetë ju për mbështetjen e koalicionit Vlen. Ishit ju ai që bënët hapin e parë për të kërkuar mbështetjen e tyre, apo ishin ata të cilët ju ftuan dhe thanë që kanë nevojë për një kandidat si ju për Gostivarin? Jo, thash se kërkesa ka dalur nga shumica e qytetarëve. Normal se koalicioni Vlen ka kontakte me qytetarët, edhe pas shumë analizave dhe anketave, të cilët treguan se unë kam mbështetjen e shumicës e qytetarëve, edhe koalicioni Vlen më dha mbështetje se edhe ata e duan qytetin e Gostivarit, dhe ata nuk dëshirojnë që si pjesëtar në qeverisjen qendrore ta lënë të shkatrohet një qytet si Gostivari, që është një prej 5 qyteteve më të mëdha në Maqedoni dhe është me shumicë shqiptare. Edhe mos e lënë në duart e një personi të cilit nuk i ka interesuar që të realizone ndonjë projekt për të mirën e qytetarëve, po i ka interesuar të bënë karrierë politike në dëm të qytetarëve edhe të pasurohet sa më shumë. Pra, ta kuptojmë qartë, pasi kam bërë anketa nga koalicioni Vlen, pasi ka rezultuar që emri juaj është më i përmendur në ato ankete, ju kanë kontaktuar dhe ju kanë thënë që t'jeni kandidat i tyre për Gostivar. Normal, ashtu është. Mirë, zoti Beta, ju keni qenë gjatë kohë në funksione, pra i emëruar nga Bashkimi Demokratik për Integrim, njëherë në nivel qendror, pastaj edhe në nivel lokal, ku keni udhëhequr komunën e Gostivarit për 2 mandate. Çfarë mundët Nevzat Beta të ofrojë Gostivarit pas kaq vite në funksione publike? Jo, unë do t'i ofroj qytetarëve të Gostivarit shumë gjëra. Për shkak se qytetarët e Gostivarit më njohin mirë mua. Më dinë si punëtor. Më njohin edhe i shijojnë projektet e mëdha që unë i kam bërë në qytetin e Gostivarit. Qoftë në mandatin e parë, qoftë në mandatin e dytë. Në mandatin e parë, Gostivari ishte një fshat i madh, me reforma që i bëna unë, prej një fshati të madh, u bën një qytet i madh, edhe fillova të realizoj projekte që ishin në interes dhe që i dëshironin qytetarët. Pastaj i kushtova rëndësi të madhe pastërtisë të qytetit, se përpara se të vi unë,
qyteti i Gostivarit në çdo cep ishte i mbushur me plera, me mbeturina, unë i pastrova. Pastaj në mandatin e dytë bëna realizim shumë të madh, projekte të mëdha që i shijojnë Gostivaras. Në një është, unë jam ndoshta i vetmi kryetar komune që kam ndërtuar lidhje në mes dy anëve të lumit Vardar. Edhe ajo ka ndikuar në shkarkimin e komunikacionit në qytetin e Gostivarit, veçanërisht kur ktheheshin bashkëqytetarët tanë në vendlinje. Edhe gjithse qytetarët e Gostivarit murojnë për atë punë. Si kundra mos bëhesht ajo urë, që tërkushtu në bënte, merë me mend çka do ndodhte në qendër të qytetit të Gostivarit. Për shkak se nuk kishin rrugë tjetër, të gjithë fshatrat duheshte të kalojnë nga qendra e qytetit, atëherë do të bëhej të rrëmuj e madhe. Edhe projekte tjera. Po tash qytetarët e dinë se unë promovimi i urës kam qenë edhe unë atër me televizionin 21. Unë e dua Gostivarin. Po. Edhe sot e kësaj dite unë e dua Gostivarin. Taravari nuk thot ashtu. Thot unë e kam Gostivarin në zemër, por për ta plashkitur Gostivarin. Unë e dua Gostivarin për të realizuar projekte. Dhe tash, në këtë mandat, do të realizoj shumë projekte të mëdha, për atë që më pyetet. Në një është do të hap bulevardin në zemër të qytetit të Gostivarit. Prej rrugës së Dibrës e deri te gjykata themelore. Dhe do ndërtoj urën e dytë me 4 kursi. Bulevardi do ishte me 4 kursi. Edhe me këtë më shkarkohet komunikacioni në qendrën e qytetit. Pastaj atë që kërkojnë qytetarët është pastërtia. Pastërtia ka rënë në nivel shumë të ulët, është jo normale. Qyteti i Gostivarit është qyteti më i pistë në vendin tonë. Do ndërtoj kontinjer nën toksor, edhe mbeturinat më nuk do të duket, do të jetë qyteti më i pasur në Maqedoni do shndrisë. Pastaj do t'i kushtoj rëndësi hapësirave të gjelbërta. Qytetarët i kanë shejuar këto, edhe qytetarët më njohin. Projekt tjetër që është shumë i rëndësishëm për qytetarët është për vendbanimet Çegran, Forin, Çajle. Me hapjen e rrugës që do të hapi prej daljes së fshatit Forin që del në dalje të qytetit. Atëherën do shkarkohet komunikacioni për këto 3 vendbanime shumë. Për shkak se ato nuk do të kalojnë nga Çajla dhe të vinë në qytet, po do të kalojnë në periferitë të qytetit edhe shkojnë në qytet. Edhe gjatë periudhës se kur vinë bashkëqytetarët tanë nuk do ketë asnjë farë problemi. Do shkarkohet shumë komunikacioni. Edhe e 4 është se unë shkoj në qeverisjen, siç qeverisin kryetarët e komunave në për vendet e Bashkisë Evropiane. Bashkëqeverisje me qytetarët. Unë do shkoj në çdo lagje, në çdo fshat, do të kontaktoj pasi do ta marr mandatin, do t'i pyes cili projekt është prioritar dhe më se i domosdoshëm që unë të realizoj. Çka është më e nevojshme? Ato thonë më e nevojshme. I pari thotë është kanalizimi, bëjmë kanalizimin. Po jo unë të realizoj projekte thomë se kam punuar. Unë duhet të plotësoj kërkesën e banorëve, qoftë fshat, qoftë qytet. Edhe pastaj shkojmë te projekti tjetër. Projekti tjetër është rregullimi i rrugës ose rikonstruimi i rrugës, e bëjmë atë. Pastaj kërkojnë në për lagje për të bërë rregullimi i rrugëve që mos ecin në baltë. Tjetër, do t'i kushtoj shumë rëndësi të madhe arsimit. Arsimin e kanë shkatruar, totalisht e kanë shkatruar, se arsimi financohet nga qeveria, gjithsesi nga Ministria e Arsimit. Merrem me mend çka kanë bërë këto. Mjetet të cilët ndahen nga Ministria e Arsimit që janë të caktuara për arsimin në komunën e Gostivarit, siç janë mjetet për pagesën e mësimdhënësve. Me blok dotacione. Po, me blok dotacione. E dyta, për
rikuthrimin apo nëse ka nevojë ndërtimin e shkollave, qerdheve, edhe mjetët që vinë për mbartjen e fëmijëve prej të shtëpiat e tyre deri te shkolla dhe anasjellës prej të shkolla te shtëpiat e tyre. A dini çka ka bërë? Kompanitë të cilët e kanë fituar tenderin e kanë kryer punën me ndershmëri të madhe. Ata në vend që ato mjetët ju lëshojnë kompanive që e kanë bërë punën me ndershmëri, ato ju kanë shuar kompanive ku ata kanë bërë keqpërdorim të tenderit, puna nuk është bërë, mjetët është marrën dhe këto kompani, tyre kompanive realisht ju kanë borxh afër 2 milion euro. Unë kam qenë 2 mandate, kur nuk kam harxhuar një denar nga mjetët të cilët janë të dedikuara për arsim. Se nëse ti i prekën ato mjetët, bën vepër penale. Kje të drejt nga të ndajsh mjetët për arsim edhe për mësimdhënësit, edhe për transportin nga buxheti i komunës së Gosivari. Këto i kanë keqpërdorur edhe mjetët të cilët kanë ardhur nga blok dotacioni nga Ministria e Arsimit. Dhe unë besoj se me ardhen time, arsimi do të lëzoje, nuk do të lejoj që ushtarët partijak të punësojnë, a janë të përgatitur, nësë janë të përgatitur, vetëm se e përkrahin taravarin, a i ka punësuar, nuk ju ka interesuar se çka ka bërë me nxënësi. Arsimi do të depolitizohet, do të vinë, do të punësohen ata të cilët kanë dëshuri ndaj arsimit, ndaj nxënësve, edhe ta punojnë punën profesionale me dashuri. Zoti Bejta nuk i përmendet dukurinë e qenëve ndacak. Është një problem që nëse mund të themi që e përfshin thuajse gjithë territorin e Maqedonisë, por sidomos në këtë pjesën e zonës Pollogut ku graviton edhe komuna e Gostivarit, është një problem goxha i theksuar. Çfarë keni para pa në dukuri me këtë dhe pastaj kam edhe një pyetje për artin dhe artistët, por fillimisht për qendën ndacak. Për qendën ndacak nuk është problemi i komunës së Gostivarit, është i gjithë regionit. Me ardhjen time në krye të komunës, na do bëjmë takim me gjithë kryetarët e zgjedhur të komunave në regionin e Pollogut. Sa i duhet problem të zgjidhet në mënyrë kolektive. Se ato i bartin qenë prej një vendi në një vend tjetër dhe prandaj na paraqiten problem. Kurse këta kanë bëtur keqpërdorim. Taravari plus e ka vazhduar edhe Limani. Me trajtimin e qendeve ndacak. Se Taravari është mësuesi i Limanit edhe mësuesi i keq, mëson nxënësin keq. Edhe nuk mund shkohet përpara. Ato çdo vit kanë ndajtur mjete ka 50.000 euro për trajtimin e qenëve ndacak. Merrem me mend, sigurisht, po për vitin e fundit e di që është 50.000, po nëse llogarisim 8 vite vjen 400.000 euro. E qenë ki aty dhe i shqetësojnë, qoftë fëmijët, qoftë personat në moshë të shtyr, a sidomos gjenia femërore ka fobi të madhe kur e shet qenin. Edhe janë lënduar edhe shumë qytetarë. Unë besoj se së bashku me kolegët e mi në nivel regional, njëherë e përgjithmonë do t'i japim fund ekzistimit të qenëve ndacak. Po marrë shembull Shqipëri nuk ka më qenë ndacak, po do thirrim edhe ndihmë nga ambasadat e vendeve të zhvilluara se si ato i kanë eliminuar qenë ndacak që kanë qenë në rrugë dhe kanë qenë të dëmshëm. Nuk ka do një filozofi. E merë shembullin, ta tregon, na vetëm e zbatojmë, edhe ma nuk do ketë qenë ndacak në rrugë, po vetëm do ketë qenë që kujdesen me dashuri pronarët e cilët i mbajnë qenë të tyre. Zoti Bejta, çfarë keni para pa për artin, për mbështetje të artit, kulturës dhe për mbështetje të artistëve të Gostivarit? Gostivari njihet se ka shumë artistë. Unë e din artistët e Gostivarit, e din se unë çdo herë e kam mbështetur në 2 mandatet e mia. Është shoqata e artistëve të Draudakum, edhe ato kanë tradit për atë, çdo vit mbajnë kolonit e tyre në qytetin e Gostivarit. Gjithë artistët e Gostivarit do të kenë mbështetjen ashtu siç e kanë pasur në mbështetjen time në 2 mandatet
e shkuara, do të kenë mbështetje financiare nga komuna se artistët e paraqesin realitetin në qytetin e vetë dhe do të angazhoj artistët, sidomos të skulpturës, që të bëjnë gjëra dhe vepra të mira që ngelin si shenjë e kujtimit të punës e tyre në qytetin e vetë ku ka bërë veprimtarin e vete. Sa i takon kulturës, na kemi shoqërinë kulturore artistike të Qegranit që është më aktiv. Pastaj kemi edhe shoqëri tjera kulturore artistike në Gosivar. Si çdo herë që kam pasur mbështetjen time, ashtu edhe do të kijen edhe në mandatin e ardhshëm, për shkak se ato prezantojnë traditat, dokët, zakonat e kombit tonë, dhe unë me kënaqësi e kam bërë atëherën, tash edhe me kënaqësi më të madhe ta bëj, se nuk do të keqpërdoret asnjë dinar siç e ka keqpërdorur Taravari dhe e ka vazhduar Limani. Ato kanë harxuar shumë para për mbajtjen e aktivistëve të vetë. Për shembull, të marrim një shembull, në vit kam paguar 500.000 euro për t'i mbajtur aktivistët, militantët e partisë. Ato kanë ndejtur në shtëpi ose kanë shkuar jashtë vendit, a e ka marrun rrogën. 8 vite ka 500.000 bëjnë 4.500.000. Merë me mend, nësi u ndanë artistëve 500.000 të bëjnë çuditëra. Edhe shoqëritë kulturore bëjnë çuditëra. Kërkesë kanë shoqëria kulturo-artistike Arsimit, që si vendbanim më i madh, edhe janë aktiv si shoqëri, ndoshta e keni dëgjuar, edhe janë shumë profesionistë, ata kanë dëshirë që në mandatin tem, edhe unë besoj që do t'ju plotësoj, se kam edhe mbështetje nga niveli qendror, në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, do t'ju ndërtojmë Pallatin e Kulturës. Në mandatin e parë... Në cilin fshat? Në fshatin Qegran. Në fshatin Qegran. Po, është një prej vendbanime më të mëdha. Edhe kërkesa e tyre është që të kenë shtëpinë e tyre, të kenë Pallatin e Kulturës. Në mandatin e parë të kërkuan që të kenë sallë sporti, atë ju kam bërë. Këto 8 vjetë, përveç shpradhjes, vjedhjes së arkës, së buxhetit të komunës së Gosivarit, nuk kanë realizuar asnjë projekt. Unë vi për të realizuar projektet, edhe për t'i plotësuar kërkesat që dalin nga qytetarë. Një prej kërkesave është edhe kërkesa e shoqërisë kulturo-artistike e Qegranit. Ata e kanë kërkesën për të bërë Pallatin e Kulturës, dhe besoj se në mandatin tem do të kenë shtëpinë e kulturës, ku ato do t'i kryejnë aktivitetet dhe do t'i prezantojnë projektet e veta, që të kënaqen edhe banorët e Qegranit dhe gjithë banorët e Gosivarit. Nuk do të thotë kur do të mbajnë koncert se do shkojnë vetëm banorët e Qegranit, por do shkojnë gjithë ata të cilët e dëshirojnë kulturën edhe të shohin veprat e tyre artistike. Zoti Bejta, para se të kalojmë tek disa tema tjera, do kisha dashur t'ju pyes se momentalisht nëse keni informacion sa ka të punësuar në komunën e Gosivarit me kontrata, por edhe me vendim, dhe sa do të jetë numri gjatë udhëheqjes tuaj? Ja, kështu është. Me kontrata duke përfshirë edhe ndërmarrjen publike komunale, besoj se aty mbrojnë 400 deri 500 vetë që kanë 400 deri 500 vetë që kanë marrun para, a nuk kanë shkuar në punë. 500 është totali, 500 është totali, mes tyre ka dhe njerëz që kanë marrë. Numri i atyre që janë me kontratë, që është shumë i vogël, që shkojnë në punë dhe marrin rrogën. Ata janë rregull që punojnë. Po këto që nuk kanë shkuar në punë dhe kanë marrë rrogë, ajo nuk është në rregull, edhe besoj se ju kanë mbaruar për 2025-ën, se tash kemi filluar në 2026-ën, dhe ushtruesit e tyre nuk besoj që e ka vazhduar, se është antiligjore. E dini sa është saktë ky numri që merr paga dhe nuk shkon në punë? Po besoj se shumë shpejt me dokumentacione do të argumentojmë me ardhjen time në krye të komunës. Me ardhjen tuaj zotoni se nuk do të ketë kështu kontrata fiktive nëse mund t'i quajmë ashtu? Nuk ka pasur asnjëherë dhe nuk do ketë. Si kundra të kjo një bërë një gabim të tillë, unë nuk do i një kandidat.
Për sa punëtor ka nevojë, për sa administratë ka nevojë? Do të përgjigjem për atë që më tha. Në komunë, unë kur e lash mandatin 2017, ka pas 65 të punësuar. Kurse këta e kam bërë mbi 200 të punësuar. Nuk ka karike dhe hapësirë ku dërinë ata. Edhe me një dhomë, si që më kanë informuar të punësurit në administratë, ato rrinë nga 5 deri në 10 vetë me një dhomë. Dhe nuk kanë punë, edhe jeta ju bëhet e mbërziqme. Por ato kanë vendim. Dhe unë nuk vi për të hakmarun për ndaj atyre. Po do të gjejmë vende për të qenë efektiv për punën për cilën ata janë pranuar. Nëse do rinë. Po ka dikush që ka pasur në vendim dhe asë njerë nuk ka ardhur në punë. Ati s'kom që ka t'i bëj unë. Sa i s'ka ardhur në punë, a vendim ka pasur, nuk e largoj unë, pa i është largu vetë. Edhe ti su në ndali që më të largot. Po gjithë ato administratorë, të cilët dëshirojnë të punojnë në punën e vete profesionale dhe të jenë shërbimin e komunës dhe qytetarëve, dhe jenë aty në punë dhe dhe të punojnë. Dhe unë nuk kam asgjë me administratorët. Unë kam punë me prorët e tyre, Taravari plus Limani, që ata kanë bërë ashtu keqpërdorim, ashtu e kanë keqpërdorën pozitën zyrtare, sa do të rënditët, jo vetëm Gostivari e Maqedonia, po gjithë Ballkani për keqpërdorimet e mdhaja që i kanë bërë dhe si e kanë shkatruar dhe si e kanë vjedhur buxhetin e komunës së Gostivarit. Për atë kam dokumente, një pjesë është. Po këto janë dokumente për keqpërdorime që i kanë bërë. Keqpërdorime aq të mdhaja kanë bërë. A keni dorëzuar Zoti Beta ndonjë kallëzim apo dokumentet në organet ndjekëse, siç është prokuroria shemb? Po, apo do i bëni thirrje që jo. Unë i kam bërë thirrje organeve të drejtësisë të vërtetojnë provat e mia që jap për keqpërdorimin e pozitës së zyrtare të Taravarit dhe Limanit. Dhe ato do mirën me këtë problematikë. Ta vërtetojnë, është e vërtet, asë është e vërtet. Po dhe ato duhet thonë të dalin të demantojnë. Asë njerë nuk kanë dalin. Se unë kam, për shembull, e kam këtu për para vetës, kontratën, marrëveshjen, që e kanë lidhur me një kompani jashtë Gostivarit. Se të Gostivarit, asë një kompani nuk ka pranuar që të bëjnë keqpërdorim. Për të nderë për Bekatonkët, 500.000 euro. Asë kam bërë punat për 100 metra katror. Hajde të themi 1.000 metra katror. A me 1 metr katror, me çmimin në treg, kushton me gjithë montimin 15 euro. 500.000 euro duhet bëjnë ata 50.000 metra katror. Me 50.000 metra katror duhet të rregullohet gjithë Gostivari dhe gjithë fshatrat. A rrugët e Gostivarit janë të shkatruara, nuk ka lagje, nuk ka fshat, nuk ka cep që nuk ka gropa. A çdo herë kanë hapur tender për mbulimin e gropave, çdo vit nga 200.000 euro. Gropat nuk janë mbuluar as me standarde, po janë mbuluar me dhe edhe me është bë balt edhe grije, a parat kanë shkuar. 500.000, do të thonë vjen 1 metër katror, 400 deri në 500 euro Bekatonk. Po me graniti është më i lirë se sa Bekatonk. Vetëm ata kanë ditur ta bëjnë këtë plan të hajnis, askush tjetër. Shumë mirë kanë mendu se si ta keqpërdorin pozitën zyrtare dhe si t'i vjedhin parët e qytetarëve. Këtë e them me plot përgjithësi. Zoti Beta, unë dëgjum dhatë shumë premtime për komunën e Gostivarit. Qytetarët që unë dëgjojnë më siguri duan të dinë pikës pari se në çfarë periudhe kohore do të realizoni gjitha këto premtime, premtoni që do të jetë e gjitha brenda mandatit tuaj 4 vjeçar, normal nëse zgjidheni, do të realizohen të gjitha këto? Po. E para që duhet bëj unë, duhet ta zhduki kriminalitetin. Kriminaliteti do zhduket me shkorjen e Taravarit dhe Limanit. Dhe ato do të përfundojnë ashtu si do të ngrejnë padit organet e drejtësisë. Ato nuk kanë shpëtim me kështu keqpërdorim, për shkak se kështu keqpërdorim nuk ka bë asnjë kryetar komune, qoftë në Maqedoni apo më gjerë.
Edhe pastaj do të filloj të mbushi arkën e bugjetit të komunës së Gostivarit. Unë kam bashkëpunim të ngushtë me qeverisjen qendrore. Kryetari nuk mund të jetë i suksesshëm duke bërë politikë. Unë nuk bëj politikë. Unë vi për të bërë punë dhe për të realizuar projekte. Taravari... Me vëmëron nuk është i keni pas punë shumë mirë kër keni qenë Taravari, kryetar komunës. pastaj du më pyeti. Taravari asë një herë se ka pas në ndërmend që të realizone një projekt. Nëse e gjenë një projekt, le të nxerin. Por vetëm ajo ka pasur qëllimin të jetë faktor politik edhe të plashkisë qytetin e Gostivarit. Unë nuk vi të mire me politikë, unë vi për të realizuar projekte. Tash, për njëherë vitin e parë, nga qeveria i kam gati, por ata nuk kanë ditur të menaxhojnë, për të realizuar 25 projekte, për të rregulluar rrugica në për lagje edhe në për fshatra. Përveç asaj, edhe me mjetet, se nuk do vjedhet asnjë dinar, të buxhetit të komunës, do realizojmë projekte shumë të mira në interes të qytetarëve të Gostivarit dhe ta bëjmë Gostivarin ashtu siç e duan qytetarët e Gostivarit. Për projektet të mëdha. Projektet e mëdha nuk realizohen pa me pasur bashkëpunim me qeverisjen qendrore. Gostivarin ata e kanë zhytur në borxhe. 30 milion euro borxh ka komuna Gostivar. Me plot përgjegjësi e them, se më informuan të punësorit, për shkak të atyre 30 milion euro borxh. 30 milion euro borxh. Me sa e keni lënë ju zotëri Beta kur keni Unë në mandatin tem në 2017 e kam lënë me 800.000 euro borxh. Me 800.000. Po, ajo që më kanë informuar të punësorit nga komuna nuk kanë zemje, për shkak se kompania që ka furnizuar me derivat, me naftë, nuk ja kam paguar kush e di sa vite dhe ajo ka ndërprerë dhe tashmë komuna e Gostivarit nuk kanë zemje dhe të punësorit mbërdhin në këtë kohë të dimrit, në shqyqur pak u përmisua. Jo vetëm me komuna, por edhe shkollat. Po shkollat kemi fat se shkollat nxënësit janë në pushim. Se për ndryshe nxënësit nuk do shkojnë në shkollë, po besoj me ardhjen time në bashkëpunim me qeverisjen qendrore, se nuk kam fajin nxënësit për krimin që e kanë bërë ata, keqpërderime që i kanë bërë ata, në bashkëpunim me qeverisjen qendrore do ta tejkalojmë edhe do ta normalizojmë punën në institucionin komun edhe në përshkollë. Mirë, do kisha dashur t'ju pyes pra atë që ju ndërpreva pak më herët në lidhje me VMRO DPMN-in. Gjatë kohës kur keni qenë kryetar komune, nuk është se ju kanë shku punët shumë mirë në atë kohë. Me sa mbaj mend, kam qenë atëherë si gazetar, kam raportu, disa herë keni pas të është edhe përplasje me pushtetin qendror të asaj kohë, kur ka qenë VMRO-ja. Si qëndrojnë punët tash dhe a keni mbështetjet plot të VMRO DPMN-s për zgjedhjet të cilat na presin? Po, zgjedhjet e përsëritura. Unë jam shumë praktik. Uji i lumit bardar nuk kthehet prapë, edhe unë nuk kthehem mbrapa. Unë tash kam dalur për kryetar komune. Edhe gjithë qytetarët kanë të drejtë të votojnë. Edhe nuk bëhet ndarja në bazat partijake. Dhe unë kam kërkuar votën nga gjithë partitë politike, pa marrë parasysh përkatësinë fetare dhe nacionale. Edhe antarët dhe votuesit e VMRO-s, ata kanë drejt të zgjedhin kandidatin i cili është më i mirë edhe do ja ktheje krenarin qytetit të Gostivarit. Po jo vetëm votuesit e VMRO-s, qoftë BDI-s, qoftë PDSH-s, qoftë Aleancës, të Seles, votuesit e Aleancës së Tarabarit, Socialdemokratët, Partia Turke, Rome, e gjithë qytetarët, ato e duan Gostivarin edhe besoj se më 11 janar, ashtu si e duan Gostivarin, do votojnë për Gostivarin dhe unë do kejem fitoren më të madhe në historinë e qytetit të Gostivarit, se ato votojnë për Gostivarin. Nuk besoj se ndonjë votues, veç ndonjë militant, do të përkrahe qeverisjen
Taravari dhe Limani që e kanë shkatru Gostivarin dhe kanë plaçkitur e kanë vjedhun buxhetin e komunës së Gostivarit. Zotëri Bejta, keni qenë kohë gjatë me Bashkimin Demokratik për Integrim. Sa nga strukturat e tyre ju mbështesin juve, tani në Gostivar? Po unë kam udhëhequr për afërsisht afër 22 vjet dege në Gostivarit. Edhe unë nuk ka qytetar që si kom bën mirë. Nuk ka antar të BDI-s që nuk i kam bërë mirë. Edhe BDI nuk ka kandidati është i Taravarit. Valbon Limani që e ka vazhduar kriminalitetin që e ka bërë Taravari, ky e ka vazhduar. Që thash, mësusi i keqe e mëson zanësin keq. Edhe nuk ka mundësi do një votuës, qofti BDI-s apo i tjerëve, të votojnë për të mbështetur kriminalitetin edhe për të mbështetur shkatrimin e qytetit të Gostivarit. Unë besoj se shumica e votuesve të BDI-s, po mos them mbi 80-90%, do të mbështesin Gostivarin dhe do të mbështesin mu. Ka njerëz prej tyre që ju mbështesin edhe publikisht, për shkak që në matë që po e shumë i funksionarët publik BDI-s në Gostivar, mbështesin... Nuk do të thote se mbështesin edhe do votojnë. Vota shkon të kutia. Edhe të kutia e vendosin ata për cilën do votojnë, se aty e kanë emrin Nevzat Bejta, edhe e shojnë, edhe din gjithë familjarët e qytetit të Gostivarit se çka ka bërë punë të mira Nevzat Bejta për Gostivarin, qoftë nivel lokal apo qendror. Emrin e shohin. Edhe ato do mendojnë se janë votuesit e tyre, por në kuti kur do shtihet Valbon, kur do numërohet mbrëmje do jetë Nevzat Bejta. Okej. Zotëri Bejta, kemi arrit dikun ka fundi emisionit, kam edhe një pyetje në lidhje me turqit dhe romët. Keni ndonjë bashkëpunim me këto për shkak se me sa e dim turqit u shkoputën nga koalicioni i Frontit Evropian dhe tani kanë bashkëpunim me koalicionin qeverisë SVMRO-Vlen. Keni bashkëpunim edhe me ta për këto zgjedhje? Unë thash, unë kam bashkëpunim me gjithë partitë politike. Këtë bashkëpunim e bëj për të mirën e qytetit të Gostivarit. Turqit, apo romët dhe pjesëtarët e komuniteteve tjera, Maqedonët, shqiptarët e duan Gostivarin dhe qytetarët nuk e durojnë një gjë e tillë që u ka ndodhur në qytetin e Gostivarit. Qyteti i Gostivarit, sa i takon pastërtisë, është qyteti më i pistë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Dhe vetë ata janë gëzuar shumë kur unë e kam paraqitur kandidaturën teme për kryetar komune, shqyqyr që e paraqite të na kthesh Gostivarin ashtu siç ka qenë në kohën kur ju keni qeverisur, edhe të na shkëlqeje Gostivari ashtu siç ka shkëlqyer atëherën. Edhe ato e dinë, më njohin, se ato janë zejtar, tregtar, banor, jetojmë aty. Edhe ato doan ta shohin qytetin e Gostivarit dhe nuk besoj se dikush do ta mbështesë nxënësin e Taravarit. Nuk besoj. Ato jam mas e bindur se unë jam në kontakt. Unë kam vizituar çdo lagje, në çdo cep, edhe shoh se si shprehen qytetarët. Qytetarët janë të zhgënjur dhe të revoltuar nga qeverisja e Taravarit dhe që e ka vazhduar nxënësi i tij Valbon Limani. Zotëri Bejta, një mesazh shumë shkurt i juve ndaj votuesve, ndaj qytetarëve të Gostivarit, sepse ato duhet t'ju votojnë juve më 11 janar. Kjo është kamera juve. Unë i ftoj gjithë qytetarët që më 11 janar të dalin sa më masovikisht, të votojnë numrin 1, votën që do të japin numrit 1 do jetë vota për qytetin e Gostivarit, se ato kanë pasur mundësi të shohin se çka kanë bërë tjerët për 8 vjet e shkuar, dhe si u shkatrua dhe si u vjodh arka e buxhetit të komunës së Gostivarit. Me ardhjen time,
nuk do kete më kriminalitet në komunë, arka e buxhetit do të mbushet edhe do të realizojmë të gjitha projektet të cilët janë të nevojshme për qytetin e Gostivarit, dhe qyteti i Gostivarit do të shkëlqeje dhe gjithë qytetarët e Gostivarit do ndihen krenar edhe gjithë ato mysafirë që vinë do i presin me mburje me shkëlqimin që do t'japim qytetit tonë të Gostivarit. Faleminderit. Faleminderit edhe për jush, zotëri Bejta, që ndatë kohë dhe ishit pjesë e këtij debati në emisionin On Time në televizionin Kohë. Faleminderit edhe juve që na ftut. Ishte kënaqësi. Gjithashtu. Të nderuar shikues, ishte kjo intervista në kuadër të emisionit On Time me kandidatin e Vlenit për komunën e Gostivarit, zotrin Nevzat Bejta. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe bashkë miru pafshim.